që në emrin tim, në emër të komunës të Voshtrisë, të gjithë familjarëve, të martirëve dhe të dëshmorëve, që shprehim respektin me të thellë, mbështetjen dhe solidaritetin me ta, nuk do të ndalemi asnjë minutë se mbështeturi dhe se kërkuari drejtësi për këtë vend, por po ashtu që kërkoj edhe nga të gjithë përfaqësuesit më të lartë shtetëror që i kemi këtu, nga kryeministri, deputetet, përfaqësues të subjekteve politike, që t'i gjejnë një rrugë nga ato 99 rrugë që janë për të krijuar unitet dhe të ndërtojmë institucionet të Republikës Kosovës dhe ta lëmi vetëm një rrugë që është e bllokuar. Lavdi martirëve të rënë për liri. Strategjia gjenocidale e Serbisë me emrin Patkoj, me cilën Kosova po spastrohej nga shqiptarët, ishte një plan i errët që përfshinte edhe Patkoj të vegjël. Në mbrëmjen e 2 majit 1999, forcat kriminale serbe filluan terrorin sistematik ndaj popullatës civile shqiptare, e cila po lëvizte aty në kolon nga fshati studime poshtme në studime të epërme. Brenda 2 orësh, 116 shqiptarë u vronë mizorisht, burra, gra, pleqe, fëmijë, nga shumica e fshatrave Shalës dhe rrethit Voshtrisë. Ushtarakët serb kishin tentuar të kthehen për t'i marrë trupat e të vrarëve, por fal ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk ja dolën. Ata bashkë me fshatarët e mbijetuar në male i kanë varrosur për 3 ditë rresht. Andaj sot krahas rënjes së martirëve nderojmë qendresën e të gjallëve. Të gjithë ju që keni mbijetuar, që keni sfiduar vdekjen, që ende mbani në trup e në shpirt plagët e lirisë, jeni dëshmi e gjallë e forcës popullit tonë. Edhe unë i bashkohet respektit për të rënët për liri, për martirët e studimes, që janë shumë, që janë gjitha moshave, dhe njëkohësisht solidarizohet me dhimbjen e juaj, por edhe me krenarin e juaj. I paharruar kujtimi për të rënë për liri, këtu në studime e në gjithë vendin. Faleminderit. Familjet që kemi humbur më të dashurit janë forca morale e këtij vendi dhe zëri i tyre duhet të dëgjohet gjithmonë dhe duhet të jetoj si kujtesa jone e përbashkët e të gjithë kombit. Kërkojmë në emër të familjarëve që amaneti i tyre të mos harrohet në përzyret e shtetit, ku shpesh herë apo ndonjëherë interesi personal po kalon mbi interesin e popullit. Ne si familjar, shpesh herë në zyrat e shtetit tonë nuk kemi hasë ndjeshmërinë dhe sinqeritetin e trajtimit nga pushtetarët të cilës do kohë qofshin ata. Fatkeqësisht, sot që po shenojmë 2 majin pas 26 vitesh, kemi një përçarje të thellë në mes spektrit politik dhe ajo çfarë ne kërkojmë si familjar, kërkojmë që ashtu siç ishin të unifikuar këtu të gjithë martirët, dëshmorët në vijat e frontit, të unifikohet spektri politik dhe të arrijnë që Kosovën ta shtyjnë përpara emanet që e kanë nga martirët, nga familjarët, nga dëshmorët e këtij vendi. Faleminderit shumë.